Mjaft ma me rena, keni lan veç plag, Louis Ailey zgjidh muzikën si formë proteste. Këngëtari i njohur Louis Ailey ka vendosur t'i japë zë kauzës së qytetarëve në mënyrën që di të bëjë më mirë, përmes muzikës. Teksa protesta kundër projektit të Zvërnecit ka hyrë në ditën e saj të 14, Louis i ka bërë të ditur se ka përfunduar një këngë të frymëzuar pikërisht nga rezistenca dhe zëri i qytetarëve. Një projekt që sipas tij, lindi nga nevoja për të shprehur atë që shumë njerëz ndjejnë, por jo gjithmonë arrin ta thonë. Në rrjetet sociale, artisti publikoi një pjesë të këngës ku dëgjohet vargu i fortë. Mjaft ma me rena, keni lan veç plag. Një mesazh që ka tërhequr menjëherë vëmendjen e ndjekësve dhe është shpërndar gjerësisht në rrjet. Përmes reagimit të tij, Louis i ka treguar se jo çdo protestë bëhet domosdoshmërisht në rrugë. Ka nga ata që protestojnë me pankarta dhe ka nga ata që protestojnë me artë. Dhe ai ka zgjedhur pikërisht muzikën, mjetin që e ka shoqëruar gjatë gjithë karrierës së tij. Secili proteston në mënyrën e vet, ju zgjodhet rrugën, unë zgjodha muzikën. Mendova se zëri im do të dëgjojë më mirë përmes një këngë sesa me stormës, është shprehur ai. Shumë mbështetës e kanë vlerësuar këtë veprim, duke theksuar se artistët kanë fuqinë të përcjellin mesazhe që arrin të mira njerëz dhe se muzika shpesh ka qenë një nga format më të forta të reagimit shoqëror. Louis i ka treguar gjithashtu se projekti nuk është krijuar brenda natës. Sipas tij, teksti, muzika dhe realizimi i klipit kanë kërkuar kohë, përkushtim dhe punë, ndaj ai ka zgjedhur të flasë vetëm kur gjithçka ishte gati. Në një kohë kur shumë personazhe publike zgjedhin të qëndrojnë larg temave të ndjeshme, reagimi i Louis Aileyt është parë nga ndjekësit si një dëshmi se ai nuk ka frikë të shprehë mendimin e tij dhe të përdor popularitetin për çështje që i konsideron të rëndësishme. Për shumë njerëz, kjo është edhe arsyeja pse Louis i vazhdon të mbetet një nga figurat më të dashura të publikut, sepse pavarësisht suksesit, ai vazhdon të flasë me zërin e tij dhe të qëndrojë pranë asaj që beson.